Ai firmë që të vje këtu, i dhon ka bashkisë, sa i dhon ka 1.200.000 lekë, paret vjetra. 1.200.000 lekë? Në sejnë, thotë, ja dhon ka bashkisë në vit, thoshin. Po. Ja dhon ka bashkisë për të mbaj bashkinë kom, se pak bashkia ka minjerën atë e Burgjiza. Po? Mu mor taksat atine për njerëzit. Rentën minerale, po? Po vjen e në merë foshën e gjeri, këtu foshën tonë, për të pasuru bashkia me 1.200.000. Për 1.200.000 do jetë gjithë tokë? Po para e mera i firma. Fitimet e kësaj toke, u shoku ti lumë gazetari, fitimet e kësaj toke i ka oligardi që e ka morë. A u të lidhën me Berlina, Balonën e me gjithë, nuk i merë bashkia ime, 1 milion hajtë ja punë. Hajde se i kundë Beskida, ja pun 1 milion dhe. Për s'mat bashkia me 1 milion dhe vjetra. Ta i merë oligardi me tokën time, të gjithë katunave fukara holëve. Bashkia merë të këtë zonë. Për 1.200.000 lekë. Ja se jemi në fund dhe do kalojmë publicitet. Po. Bashkia e merë taksën. Qa u premto poplit që ja zapton këtë pronti, tash au premton për shemull që të bëj panele elektrike du jap një korrent. korrent pa lekë dhe 800 kW, ne sa taksat i merë bashkia. Ka punë poplit. Ju ka thënë ai. Ato përfaqësues ishte sekretari i Këshillit Bashkiak. E kuptoj. E kuptoj. Okej. Ja. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi me të tjerë banor, sepse banorët e Gjoricës poshtme po shprehen kategorikisht kundër të vijen panele në kullotat e tyre. Menjëherë pas publicitetit.